Numri i nënave me 3 fëmijë që kanë përfituar nga paketa sociale për pagesën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore që ju shërbejnë në të ardhmen për pension ka ardhur në rritje që prej hyrjes në fuqi të kësaj nisme në vitin 2023. Drejtoria e Shërbimit Social Shtetëror në Korçë, Entela Fejzo, bën me dije se numri më i lartë i nënave përfituese për qarkun Korçë shënohet në Bashkinë Pogradec. Kam përfituar në vitin e parë të implementimit të saj 517 nëna, të cilat kanë 3 fëmijë, por kanë të ardhura nën 100.000 lekë si familje dhe njëri nga këta fëmijë është nën 5 vjeç. Është fjala pra për nëna që kanë 3 fëmijë, kur them 3 fëmijë duhet të jenë deri në 18 vjeç dhe njëri prej tyre duhet jetë patjetër nën 5 vjeç. Në vitin e dytë të implementimit kemi një numër prej 413 nënash dhe në vitin 2025 ky numër ka shkuar në 443. Fejzo shton se janë disa kritere dhe periudhë kohe kur një nën mund të përfitojë nga kjo paketë. Bashkia Pogradec është bashkia që ka numrin më të madh të nënave përfituese me 147 nëna, bashkia Maliq 130, bashkia Korçë 110 nëna dhe më pak pastaj bashkitë Pustec, Devol dhe Kolonjë. Për të përfituar këto sigurime, nëna duhet të kryejë aplikimin online përmes portalit qeveritar i Albania, nga ku merr dhe përgjigje nëse është përfituese ose jo.